Deputetët e Parlamentit Evropian votuan në rezolutën përmes të cilës i vendosin Shqipërisë disa detyra të shfuqizojë legjislacionin që lejon shkatërimin e zonave të mbrojtura dhe të pezullojë të gjitha zhvillimet e reja brenda tyre, derisa kjo të realizohet. Rezoluta shpreh shqetësimin serioz për zhvillimet e vazhdueshme brenda zonës së mbrojtur Vjosnart dhe duke theksuar se shteti së drejtës dhe standardet mjedisore të Bashkimit Evropian janë kushte të panegociueshme për antarësim. Po ashtu, me dakordsinë e të gjitha grupeve parlamentare, Parlamenti Evropian ka miratuar raportin për Shqipërinë. Dokumenti pësoi rreth 300 ndryshime, ku në amendamentet numër 240 dhe 242 u evidentuan problematikat sa i përket ligjit për investime strategjike dhe ligjit për zonat e mbrojtura. Detajet nga ndryshimet nga Strasburgu i dha edhe deputetja Jorida Tabaku. Flitet edhe për ekonominë, flitet për mungesën e garës, flitet për ligjin e zonave të mbrojtura, flitet për ligjin e investimeve strategjike, që është bërë pengesë në fakt për biznesmenët e ndershëm, për sipërmarrjet e ndershme, është bërë pengesë për investimet e huaja. Flitet për realitetin që ka sot Shqipëria. Po ashtu, Parlamenti Evropian ka lënë detyra të caktuara edhe sa i përket luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Flitet për luftën ndaj korrupsionit dhe çështën e imunitetit të zëvendës kryeministres. Flitet për një grup të gjerë reformash për sa i përket të drejtave të njeriut dhe lirisë së medias. Komisioni Evropian e ka thënë qartë raportin e IBAR-it, Parlamenti Evropian e tha qartë me këtë raport që miratoi, i takon qeverisë që të reflektojë në qoftë se do zgjedh rrugën europiane apo akumulimin e pushtetit dhe modelet autokratike. Nga ana tjetër, sipas kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla, miratimi i dokumentit vlerëson Shqipërinë si një vend favorit për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.